Elçit Hysaj do të largohet nga Lazio në fund të sezonit dhe për këtë nuk ka më dyshime. Pak javë më parë Sarri e përjashtoi nga lista Serie A dhe më vonë e hoqi dhe nga lista e Kupës së Italisë për ndeshjen ndaj Milanit, aty ku skuadra e tij u kualifikua për mëtej. Kështu kontrata që skadon në fund të sezonit nuk ka më gjasa që të rinovohet dhe në janar, Hysaj do të nisë nga puna për të gjetur një klub të ri. Sa i përket skuadrës, drejtuesit e Lazios kanë nisur të mendojnë për merkaton aty ku do të kërkojnë një mbrojtës të djathtë. Vetë Hysaj nuk konsiderohet më alternativ, por te Lazio i tremben edhe faktit se mund të largohet edhe Marusic dhe në këtë mënyrë mbrojtësi i djathtë është padyshim një detyrim për ekipin. Hysaj dhe Sarri kanë pasur një marrëdhënie shumë të mirë në të shkuarën dhe ishte Sarri ai që i dha mundësi që të luante me Napolin dhe të shkëlqente duke arritur kulmin e karrierës, por si duket gjërat kanë ndryshuar dhe trajneri nuk ka më besimin e dikurshëm te Hysaj. Nëse në drejtim të tij do të vijë ndonjë ofertë, nuk është çudi që të largohet në janar.